Në një qytet të vogël malore të Shqipërisë, ku shtëpitë me çati të kushe shtriheshin si shkallë në kodrat e gjelbra, jetonte një mace e vogël me emrin Miu. Miu nuk ishte një mace e zakonshme, qimja e saj ishte e zezë si nata, por me pika të bardha që shëndrisnin si yje, dhe syt I kishte të kaltër si deti I Adriatikut. Por ajo që e bënte Miun vërtet të veçantë ishte dashuria e saj e pashuar për librat. Çdo mëngjes, ku dielli lëshonte rrezet e para mbi majat e maleve, Miu zgjohej në dollapi e vogël nën shkallët e bibliotekës së qytetit. Biblioteka ishte një ndërtesë e vjetër me mure gurësh dhe dritare të mëdha që linin dritën të përhapej butësisht mbi raftet plot libra. Bibliotekarja, zonja Lindita, ishte një grua e mirë që gjithmonë I linte Miut pak qumsht dhe cop buk në një tas të vogël pranë hyrjes. Miu kishte mësuar të lexonte në mënyrë të çuditshme. Fillimisht, ajo thjesht rrinte pranë fëmijëve kur vinin të lexonin, duke I vëzhguar fjalët me sy të madh. Me kalimin e kohës, filloi të kuptonte shkronjat, pastaj fjalët, dhe më në fund gjithë tregimet. Tani, ajo kalonte orë të tëra duke eksploruar botën magjike të librave. Një ditë vjeshte, ndërsa gjethet e pemëve merrnin ngjyra ari dhe bakri, Miu zbuloi një libër të çuditshëm në një cep të fshehur të bibliotekës. Libri ishte I vjetër, me kapak lëkure të kaltër dhe titull të shkruar me shkronja ari. Porta e botëve të fshehura. Kur Miu e preku librin me putën e saj, ndjeu një dridhje të çuditshme që I kaloi nëpër trup. Me kujdes, ajo hapi librin. Faqet ishin bosh, por sapo Miu filloi të lexonte për në mendje, fjalët e para shfaqen në fletë sikur të ishin shkruar me bojë magjike. Përshëndetje e lexuesi I guximshëm. Nëse po lexon këto fjalë, do të thotë se je I zgjedhur për një udhëtim të veçantë. Kjo është porta e botëve të fshehura, ku çdo libër që ka pasur ndikimin më të madh në jetën e njerëzve ka krijuar një botë të tij të gjallë. Zemra e Miut filloi të rrahte me forcë. Ajo vazhdoi të lexonte. Për të hyrë në këto botë, thjesht mendo për librin që dëshiron të vizitosh dhe prek faqen. Por kujdes, çdo botë ka rregullat e saj dhe duhet t'i respektosh ato për të kthyer të sigurt. Miu mbeti në heshtje për një moment, duke menduar për të gjitha librat që kishte lexuar. Pastaj një mendim I bëri syrin të shkëlqente. Ajo mendoi për librin e preferuar të saj, Historitë e Nastridinit, dhe preku faqen. Papritur, bota rreth saj filloi të rrotullohet si një vorbull ngjyrash. Miu ndjeu sikur po fluturonte dhe pastaj gjithçka pushoi. Kur hapi syt, gjeti veten në një pazar lindor plot ngjyra dhe zhurmë. Aromë e erëzave dhe tërheqës ushqimesh u përhap në ajër, ndërsa njerëzit në kostume të ndryshme shëtisnin rreth e për qark. Mirë se erdhe në botën e Nastridinit, tha një zëgëzuar prapa saj. Miu u kthye dhe pa një burr me mjekër të gjatë të bardhë, I veshur me një don të zi dhe një qalmë të madhe në kokë. Ishte Nastradini vetë. Ti duhet të jesh Miu, macja që do librat, tha Nastradini me një buzëqeshje të gjerë. Na ka arritur fama jote edhe këtu. Por më thuaj, a je gati për një aventurë të vërtet? Miu mjauloi me gëzim dhe Nastradini qeshi. E mirë, sot kam një problem të veçantë që ka nevojë për mendje të mpret. Sultani ka humbur unazën e tij magjike, dhe patë mbretëria është në rrezik nga gjarpërinjtë e këqitë shkretëtirës. A do të më ndihmosh ta gjej? Kështu filloi aventura e parë e Miut në botën e librave. Bashkë me Nastradinit, ajo udhëtoi nëpër pazaret me labirint, nëpër pallatet madhështore me këpucë të lakuara, dhe nëpër shkretëtirat me dëbor të bardhë nën hënën e plot. Gjatë kërkimit, Nastradini I mësoi Miut dituri të rëndësishme. E dini çfarë, macja ime e mençur, I tha ai ndërsa pushonin në hijen e një palme, çdo problem ka një zgjidhje, por ndonjëherë duhet të mendosh në mënyrë të parapritur. Kur arritën në shkretëtir, u përballën me mbretin e gjarpërinjve, një krijesar I madh me lëkurë të gjelbër dhe sy që shëndrisnin si smaragde. Kush guxon të hyjë në territorin tim? U lëriti mbreti I gjarpërinjve. Unë jam Nastradini, dhe kjo është shoqja ime Miu. Kemi ardhur për unazën e sultanit, përgjigju Nastradini me qetësi. Atë unazë e kam fshehur diku ku askush nuk do ta gjej kurrë, qeshi mbreti I gjarpërinjve. Por nëse mund të zgjidhni gjegëzën time, do t'ju a jap. Nëse jo, do të mbeteni këtu për gjithmonë. Nastradini dhe Miu u përgjigjen. Mbreti I gjarpërinjve I shikoi me sy të qeshur dhe tha: "Çfarë gjë është ajo që sa më shumë I jep dikujt, aq më pak ka për vete?" Nastradini filloi të mendonte, por Miu papritur mjauli.
Dituri. Sa më shumë dituri i jep dikujt tjetër, aq më e pasur bëhesh në dituri. Mbreti i gjarpërinjve qëndroi i habitur. E saktë tha me Lot. Askush nuk e ka zgjidhur kur këtë xhexhez kaq shpejt. Ti mace e vogël, ke një mendje vërtet të mpret. Me këtë, ai nxori unazën e artë nga një thesar i fshehur dhe ja dha Miut. Merre këtë me nderim. Ke fituar respektin tim. Kur u kthyen te sultani, ai ishte kaq i gëzuar sa organizoi një festë të madhe në nderim të Miut dhe Nastridinit. Por Miu dinte se ishte koha për t'u kthyer në botën e saj. Si mund të kthehesh? E pyeti Nastradini. Duhet thjesht të mendoj për bibliotekën time të dashur, i përgjigju Miu. Atëherë, para se të ikësh, merre këtë, tha Nastradini duke i dhënë një gur të vogël të kaltër. Ky është guri i urtësisë. Do të ndihmoj në aventurat e tjera. Miu mbant gurin, mendoi për bibliotekën dhe përsëri ndjeu atë ndjesi rrotullimi. Kur hapi syt, ishte përsëri në bibliotekë, por libri magjik ende ishte i hapur para saj. Ditët e ardhshme, Miu mori pjesë në aventura të tjera të mrekullueshme. Vizitoi botën e Alicës në vendin e çudive, ku piu çaj me kapelarin e çmendur dhe luajti kroket me mbretëreshën e zemrave. Në botën e 7 gjugjëve, i ndihmoi ata të shpëtonin Borbardhën nga mbretëresha e keqe. Në botën e 1001, fluturoi me Aladinit mbi qytetin magjik në qilimin e tij fluturues. Çdo aventurë i mësoi Miut diçka të re. Nga Alica mësoi se kurioziteti është qelësi për zbulime të mëdha. Nga gjugjet mësoi se miqësia dhe bashkëpunimi mund të mundojnë çdo të keqe. Nga Aladini mësoi se dashuria e vërtet është më e fortë se çdo magji. Por aventura më e veçantë e Miut ndodhi kur vendosi të vizitoj botën e një libri shqiptar, Këngët e Milosaos të Gjergj Fishtës. Kjo botë ishte shumë e ndryshme nga të tjerat. Ishte mbushur me peizazhe të bukura malesh shqiptar, me hero të guximshëm dhe me ndjenja të forta patriotike. Aty takoi Oso Kuken, heron legendarit të Malësisë, që po luftonte për të mbrojtur territorin e tij nga pushtuesit. Oso Kuka ishte një burr i madh dhe i fuqishëm, me mustaqe të gjatë dhe sy plot zjarr. Kush je ti, mace e vogël që guxon të hysh në këtë tokë lufte? E pyeti Oso Kuka. Unë jam Miu dhe kam ardhur të mësoj për trimërinë dhe dashurinë për atë dheun, i përgjigju Miu me përulësi. Oso Kuka e shikoi me kujdes dhe pastaj buzëqeshi. Atëherë, e jam me mua. Do të mësoj se çka do të thotë të jesh trim dhe të duash vendin tënd. Ditët e ardhshme, Miu mësoi nga Oso Kuka vlerat më të larta të jetës. Mësoi se trimëria nuk është mospasja e frikës, por është veprimi edhe pse ke frikë. Mësoi se dashuria për atë dheun nuk është thjesht fjalë, por është veprime konkrete për të mirën e komunitetit. E shikon Miu, i tha Oso Kuka një natë ndërsa rinin pranë zjarrit në yjet, çdo njeri ka detyrimin të bëjë diçka të mirë për botën ku jeton. Edhe ti, edhe pse je një mace e vogël, mund të bësh ndryshimin. Këto fjalë i mbetën thellë në zemër Miut. Kur u kthye në bibliotekë, filloi të mendonte se si mund të përdorte ato që kishte mësuar për të ndihmuar të tjerët. Ndërkohë, në qytetin e saj të vogël, problemi ku së shpejti. Shumë fëmijë kishin humbur interesin për leximin dhe shpenzuan kohën vetëm duke luajtur lojra në telefona. Biblioteka ishte bosh shumicën e ditës, dhe zonja Lindita ishte e trishtuar. Miu vendosi se kjo ishte mundësia e saj për të bërë diçka të mirë. Duke përdorur diturinë që kishte mësuar nga aventurat e saj, ajo filloi të organizonte orë tregimi në bibliotekë. E para gjë që bëri ishte të kërkonte ndihmën e gurit të urtësisë që i kishte dhënë Nastradini. Kur e preku gurin dhe kërkoi ndihmë, ai shndërroi zërin e saj në mënyrë që fëmijët mund ta kuptonin. Në një kohë shumë të largët, filloi Miu historinë e parë, dhe papritur fëmijët që kaltonin pranë bibliotekës ndaluan të dëgjonin. Ishte e papritur një mace që fliste dhe tregonte përralla, por këto nuk ishin përralla të zakonshme. Miu tregonte aventurat e saj të vërteta nga bota e librave, por në një mënyrë që fëmijët mund t'i kuptonin dhe të mësonin prej tyre. Tregoi për guximimin e Oso Kukës dhe se si ai mësoi se trimëria e vërtetë është të bësh gjën e duhur edhe kur është e vështirë. Tregoi për mençurinë e Nastridinit dhe se si ai e mësoi të mendojë në mënyrë kreative për të zgjidhur problemet. Tregoi për kuriozitetin e Alicës dhe se si ai e çoi në aventura të mrekullueshme. Para shumë kohe, fëmijët e qytetit filluan të vinin rregullisht në bibliotekë për të dëgjuar tregimet e Miut.
Ata filluan të interesohen për libra që përmendte Miu, dhe pastaj filluan të lexonin vetë. Por çelësi i vërtet i suksesit të Miut ishte fakti që ajo i mësonte fëmijët se çdo libër është një portal për aventura të reja. Çdo libër, u tha ajo një ditë, është si porta e botëve të fshehura. Edhe nëse nuk mund të hyni fizikisht në atë botë, mund ta vizitoni me imagjinatën tuaj. Fëmijët filluan të kuptojnë se leximi nuk ishte vetëm kalim kohe, por ishte një mënyrë për të udhëtuar, për të mësuar dhe për të rritur. Ata filluan të krijonin klubet e tyre të leximit dhe të shkruanin tregimet e tyre. Njëri nga fëmijët, një djalë i vogël me emrin Andi, ishte veçanërisht i inspiruar nga tregimet e Miut. Ai filloi të shkruaj përrallat e tij për aventura që do të dëshironte të kishte. Kur ja tregoi Miut, ajo e inkurajoi të vazhdonte. Andko, i tha Miu, ti ke një talent të veçantë. Nëse vazhdon të shkruash, një ditë tregimet e tua do të bëhen libra të vërtetë, dhe ndoshta edhe do të krijojnë botët e tyre magjike. Kjo i dha Andit konfidencë të madhe, dhe ai filloi të merrte pjesë në konkurse letrare për fëmijë. Jo shumë kohë më vonë, një nga tregimet e tij u botua në një revistë për fëmijë. Por ndërkohë, diçka e çuditshme po ndodhte me portalen e botëve të fshehura. Sa më shumë fëmijë që fillonin të lexonin dhe të shkruanin, aq më e fuqishme bëhej portala. Libri filloi të krijojë botë të reja, të bazuara në tregimet që fëmijët e qytetit po shkruanin. Një ditë, kur Miu hapi librin magjik, gjeti një faqe të re. Mirë se erdhe në botën e Andkot, lexoi ajo me gëzim. Kur hyri në këtë botë të re, gjeti një vend plot me përshkrues të bukura, hero të guximshëm dhe aventura që reflektonin shpirtin e këtij djali të vogël nga qyteti i saj. Ishte mahnit se të shihte se si imagjinata e një fëmije kishte krijuar një botë aq të pasur dhe të gjallë. Në këtë botë, ajo takoi karakteret që Andi kishte krijuar, një djalë trim që luftonte kundër padrejtësisë, një dragoj të mirë që ndihmonte fëmijët në nevojë, dhe një pellum magjik që çonte mesazhe shprese në të gjitha anët e botës. Ti duhet të jesh Miu, tha djali trim i krijuar nga Andi. Andko na ka treguar për ty. Ti je burimi i inspirimit të tij. Miu ndjeu një ngrohtësi të veçantë në zemër. Të dije se kishte inspiruar një fëmijë për të krijuar, për të ëndërruar dhe për të besuar në veten e tij. Ishte ndjenja më e bukur që kishte pasur ndonjëherë. Kur u kthye në bibliotekë, gjeti Andin që po lexonte me zell një libër të ri. Andko, e thiri ajo, kam një lajm të bukur për ty. Kur i tregoi për botën e tij që kishte vizituar, Andi nuk mund ta besonte. Do të thotë se tregimet e mia kanë krijuar një botë të vërtetë, pyeti ai me sy plot çudi. Po pikërisht, i përgjigjur Miu. Dhe kjo tregon se sa e fuqishme është imagjinata dhe sa të rëndësishme janë tregimet tona. Nga ajo ditë, Andi e kuptoi se shkrimtaria nuk ishte thjesht një hobi, por ishte një formë magjie e vërtetë. Ai filloi të shkruante me më shumë pasion dhe kujdes, duke ditur se çdo fjale që shkruante kishte fushin të krijonte, të inspironte dhe të ndryshonte jetët e njerëzve. Ndërkohë, biblioteka e qytetit të vogël ishte kthyer në një vend plot jetë dhe aktivitet. Çdo ditë vinin fëmijë për të lexuar, për të dëgjuar tregimet e Miut dhe për të shkruar tregimet e tyre. Zonja Lindita ishte kaq e gëzuar sa organizoi aktivitete të reja çdo javë, konkurse leximi, orë shkrimtarie kreative dhe presente teatrale të bazuara në librat e preferuar. Por aventura më e bukur e Miut ishte ende para saj. Një ditë, ndërsa po lexonte në librin magjik, gjeti një mesazh të ri. Miu e dashur, ke bërë një punë të mrekullueshme në botën tënde. Për këtë, ke fituar një privilegj të veçantë. Tani mund të ftosh dikë nga bota jote për të vizituar botën e librave. Zgjidhe me kujdes. Miu nuk pati nevojë të mendonte gjatë. Dinte eksakt këdonte të ftonte Andin, djalin e vogël që kishte qenë inspirimi më i madh për të. Kur ja tregoi Andit për këtë mundësi, ai pothuajse s'mundi ta besonte. Unë mund të vizitoj Nastraindin dhe Oso Kukën dhe të gjithë heronjtë që ti ke takuar, pyeti ai me zë të dridhur nga emocioni. Po, buzëqeshi Miu, por ka një kusht. Duhet të premtosh se do ta përdorësh këtë eksperiencë për të shkruar tregime akoma më të bukura dhe për të inspiruar fëmijë të tjerë. Premtoj, tha Andi pa menduar dy herë. Kështu, për herë të parë, Miu nuk udhëtoi vetëm në botën e librave. Bashkë me Andin, ajo vizitoi të gjitha vendet magjike që kishte eksploruar më parë,
por tani eksperienca ishte edhe më e bukur sepse mund ta ndante me dikë tjetër. Andi takoi Nastradinit dhe mësoi prej tij se si të përdorte humorin dhe urtësinë për të zgjidhur problemet. Takoi Osokukën dhe mësoi për guximin dhe dashnërinë për komunitetin. Takoi Alicën dhe mësoi se kurioziteti është fyeli që çon në zbulime të mëdha. Por më e rëndësishmja, ai mësoi se çdo libër, çdo tregim, çdo personazh është krijuar nga dikush që dikur ishte thjesht një fëmijë me imagjinat të madhe, saktësisht si ai. Kur u kthyen në bibliotekë, Andi ishte kthyer në një person të ndryshëm. Ai kishte kuptuar se nuk ishte thjesht një lexues i librave, ai ishte pjesë e një traditë të gjatë të tregimtarëve që kanë sajuar botë të reja dhe kanë inspiruar breznik të tërë. Miu, i tha ai një ditë, dua të shkruaj një libër për ty dhe për aventurat tona. Dua që fëmijët e tjerë të mësojnë për portalen e botëve të fshehura. Është një ide e mrekullueshme, i përgjigju Miu. Por mos harro, tregimet më të bukura janë ato që dalen nga zemra. Kështu filloi projekti më i madh i Andit. Ai kaloi muaj të tërë duke intervistuar fëmijët e tjerë në qytet për tregimet e tyre të preferuara, duke mësuar për aventurat e Miut, dhe duke shkruar me kujdesin më të madh. Libri që në fund krijoi Andi ishte i titulluar Miu dhe Porta e Mrekulline. Ishte një tregim i bukur që kombinonte aventurat e vërteta të Miut me imagjinatën dhe kreativitetin e Andit. Kur libri u botua nga një shtëpi botuese vendore, u bë menjëherë i famshëm në të gjithë rajonin. Por mrekullia e vërtet ndodhi kur Andi dhe Miu zbuluan se libri i tij kishte krijuar portë të reja në botën e librave. Tani, fëmijët nga të gjitha anët e botës mund të vizitonin aventurat që Andi kishte shkruar. Kjo i mësoi atyre se mëkbuat e tregimit është një rreth, lexuesit bëhen shkrimtar, shkrimtarët krijojnë lexues të rinj, dhe çdo gjeneratë i shtojnë përvojat e tyre të reja në thesarin e përgjithshëm të njerëzimit. Vite më vonë, kur Andi u rrit dhe u bë shkrimtar i famshëm, ai kur nuk harroi mësimet që mësoi nga Miu. Në çdo libër që shkruante, ai përfshinte karaktere që i dukunin fëmijët se të lexuarit dhe të shkruarit janë aventurat më të mëdha që një person mund të ketë. Dhe Miu, ajo vazhdoi të jetojë në bibliotekë, duke pritur aventura të reja dhe duke ndihmuar fëmijët e rinj të zbulojnë magjinë e librave. Çdo ditë, ajo merrte përsipër një grup të ri fëmijësh në udhëtimin e parë të tyre në botën e imagjinatës. Porta e botëve të fshehura sa vinte dhe rritej, duke përfshirë tregime nga të gjitha kulturat dhe traditatat e botës. Miu mësoi se pavarësisht nga dallimet e kulturave, të gjithë njerëzit ndajnë të njëjtat thelbi, dëshirën për aventurë, kërkim për kuptim, dhe nevojën për të ndarë tregimet me të tjerët. Një ditë, ndërsa po lexonte në portë, Miu zbuloi se kishte një përgjegjësi të re. Tani ajo ishte bërë rojtarja e portales, responsible për të ndihmuar lexuesit e tjerë të zbulojnë aventurat e tyre të preferuara dhe për të siguruar që çdo libër të ketë mundësinë të krijojë botën e tij magjike. Por më e bukura nga të gjitha, Miu kuptoi se aventura e saj e vërtet nuk ishte thjesht të vizitonte botë të ndryshme, ishte të ndihmonte të tjerët të zbulojnë fushinë e tyre të brendshme për të krijuar, për të imagjinuar dhe për të ndërruar. Dhe kështu në atë qytet të vogël malore, në atë bibliotekë të vjetër me dritare të mëdha, Miu vazhdoi të jetojë jetën e saj të mrekullueshme, duke ditur se çdo libër i ri që hynte në bibliotekë ishte një mundësi e re për aventurë. Dhe çdo fëmijë i ri që mësonte të lexonte ishte një antar i ri i familjes së madhe të ndëruarve dhe tregimtarëve. Në fund të secilës ditë, kur dielli perëndonte mbi malet dhe biblioteka mbyllej, Miu rrinte pranë dritares dhe shikonte ylberet që shfaqen në qiell. Ajo dinte se diku atje lart, në diku nga bota e librave, të gjithë heronjtë që kishte takuar po vazhdonin aventurat e tyre, duke pritur momentin ku do të takoheshin përsëri me lexues të rinj të etur për dëgjuar tregimet e tyre.